Një sondazh i opinionit publik i kryer për qeverinë serbe, në të cilën kishte akses Financial Times, tregoi se mbështetja për presidentin Aleksandar Vučić ka rënë ndjeshëm dhe se vetëm 1/3 të anketuarve kanë besim tek ai, ndërsa 55% nuk i besojnë atij. Nga ana tjetër, studentët serb, të cilët prej muajsh protestojnë dhe bllokojnë universitetet, mbështeten nga 58% të anketuarve, referuar protestës që po mbahet në kryeqytetin e Serbisë. Financial Times shkruan: serbët mbërrin në Beograd, është koha që regjimi të përfundoj. Një sondazh i brendshëm i opinionit të qeverisë tregon se mbështetja për Vučić dhe Partinë Progresive Serbe ka rënë ndjeshëm. 55% të anketuarve nuk i besojnë atij, ndërsa vetëm 1/3 kanë besim në udhëheqjen e tij. Studentët kanë 58% mbështetje, thuhet në një artikull të gazetës londineze. Në artikull ndër të tjera, thuhet se qindra mijëra serb po protestojnë kundër represionit dhe korrupsionit të Vučićit dhe se ata po sfidojnë frikën e një goditjeje të dhunshme nga autoritetet ndaj protestuesve. Parlamenti serb është mbyllur dhe ambasadat perëndimore në Beograd kanë paralajmëruar qytetarët e tyre për rrezikun e dhunës, që të kujton fundin e regjimit të Slobodan Miloševićit 25 vjet më parë, shkruan e përditshmja londineze. Gazeta thekson se protestat disa mujore janë bërë sfida më e madhe për Vučićin, të cilin e cilëson si një ministër i propagandës së kohës së Miloševićit, por shton se ai ka arritur të mbijetojë politikisht demonstratave masive. Financial Times, ndër të tjera, raporton deklaratën e studentes nga Beogradi, Anxela Radojević, se ata u bashkuan e se ishte koha që regjimi të merrte fund, sepse një jetë që ja vlen të jetohet është e mundur vetëm pas kësaj.